23 prill, ngriuni për vendin tuaj. Kreu i SPAK-ut ka qenë në Departamentin e Drejtësisë. Dosjeve masive të Ramës i është shtuar Sinaloa, por dhe dosja e Ronnie Fett, i cili ka kompani ajrore, miku ngusht me Ramën, është avokat, ka bërë biznes që ka qenë nën radarin e FBI-t në Senegal, Çad, Uganda. Vini re, ka qenë i lidhur me McGonigal, Patrick Ho, kompani nafte kineze. Dihet që me këtë kompani nafte ka qenë i përfshirë Hunter Biden dhe përmes tij agenti i trefisht Dorin Duchka, i cili punon për Ramën. SPAK ka kohë që ka marrë informacion nga amerikanët, mbasi Rama i ka falur një kompani ushtarake vetëm për $500. Pra Rama vazhdon lidhjen me McGonigal. Trysnia e madhe e presidentit Trump ndaj sekretares prokurores përgjithshme, sekretares drejtësisë, ka qenë rigjykim dhe dënim deri 25 vjet shtesë për McGonigal, arrestim i Soros, arrestim të ish drejtorit të FBI, ish drejtorin e CIA-s dhe prokuroren e përgjithshme të New Yorkut. Ka shumë gjasa që si cilësohet nga media, Pianetsi Kashyap Patel do të mbas vendin e punës në FBI sepse nuk po prodhon asgjë. Me zgjuarsinë indiane të origjinës ka dalë në Fox News duke thënë se do të ketë arrestime masive për vjedhjet e zgjedhjeve 2020. Pra, flet për veshët e Donit Math. Rama, siç u thash dhe dje, vazhdon të bëjë sfidë duke shkuar në një takim të internacionales socialiste, por në fakt ka qenë dhe portreti Enver Hoxhës nga protestuesit në rrugë, duke dalë haptas kundër Amerikës. Spanja është me qeverinë socialiste konsiderohet vend armik për Amerikën. Në zgjedhjet e ardhshme të majtë do të humbasin. Përse me Jefet, me këtë njeri që ka pasur lidhje me McGonigal, pikërisht për të pastruar miliardat e dollarëve që nuk di se ku t'i shkoj, t'i çoj, aksionet e fsheta që ka te ata që vetë quhen oligark, por në fakt janë ushtar të tij, dhe ka shkuar duke kërkuar falje tek Athina, sepse e shikon që në arenën ndërkombëtare ka kryq. Shpreson në mbledhjen e radhës të bordit paqes t'i afrohet Donit. A do të ketë sa afërmi bordi i paqes mbledhje, çdo gjë me Trump mund të ngjas. Trump është në vështirësi me mënyrën se si do të dalë nga lufta në Iran. Ka kaluar mbi 50 ditë, por nëse kalon 60 deri në 90 ditë, duhet aprovimi i Kongresit. Ky Kongres nuk e jep. Për mendimin tim, si Trump, si Irani, janë të gëzuar dhe të kënaqur nga kjo situatë, chicken out. Irani ka besim tek e majta amerikane, tek situata e politikës këtu, që ta zgjasë dhimbjen sa më shumë. Trump kërkon ta përfundojë sa më shpejt. Dje generalet e Pentagonit kanë pasur një hearing sekret në Senat dhe kanë deklaruar që pastrimi i Hormuzit nga minat kërkon 6 muaj. Blokada që Trump po kryen ndaj Iranit i shkatron ekonomikisht. Humbin $430 milion në ditë. Në qoftë se rafinerit stopojnë, kërkohet mentenencë e madhe për të rifutur përsëri në punë. Problemi është që siç ju kam thënë që raketat nga të dyja palët po bie numri. Ka rënë 50 janë konsumuar 50% raketave interceptore amerikane, Patriot
50% dhe Tomahawk 30%. E gjitha kjo për një muaj. Në qoftë se lufta vazhdon me këto ritme, Amerika, simbas Senatit Amerikan, natyrisht nga e majta, do të ishte pa municione. Dhe lufta është asimetrike. Një dron $20.000, $30.000, një raket Patriot që shkon 3 deri në $4 milion. Natyrisht që Trump kërkon të deklarojë fitore. Nuk po dialogon, por dikton. Nuk dihet se kush e kontrollon Iranin. Do donte një marrëveshje më të mirë se marrëveshja me Obama. Nëse marrëveshja e Trump do të ishte më e keqe se me Obama, ai ishte kryqëzuar në zgjedhjet e mes mandatit dhe nuk mund ta konsideronte fitore. Amerika po shkon drejt 250 vjetorit. Përse ky vend i madh mbetet superfuqi dhe ka shumë e përsi nga gjithë bota. GDP-ja $30 trilion. Më e madhe se sa e të gjithë BE-s, edhe pse BE-ja ka 100 milion njerëz më shumë. Më e madhe thuajse me 1/3 më shumë se ajo e Kinës. Një punëtor amerikan ka produktivitet sa 4 punëtor kinez. Ushtria ka superioritet nga numri avionëve, numri anijeve, numri tankeve, është superiore ndaj çdo ushtrie tjetër. Për sa i përket universiteteve, në 10 universitetet më të mira në botë, 8 janë amerikane. Tek 50 universitetet më të mira në botë me emër, 40 janë amerikane. Në 10 korporatat më të mëdha, 8 janë amerikane, por nga këto 4 janë krijuar nga emigrantë. Kushtetuta amerikane është dokumenti më brillant në botë. Ky eksperiment, më mirë se në Amerikë, nuk funksionon në asnjë vend. Pushteti është shumë i madh tek presidenti, por kontrollohet nga pushteti legjislativ dhe nga drejtësia, edhe nga media e pavarur. Fillimisht, politikat e migracionit ishin tilla që çdo kulturë që vinte përshtatej dhe pasuronte kulturën amerikane. Tashmë ka filluar ajo që quhet nga analistët sabotimi i superfuqisë. Fertiliteti nga 2.1 që ka qenë për Amerikën ka rënë në 1.6. Europa e ka 1.3. Grupet e migrantëve që vinë nuk akulturohen, nuk integrohen dhe sjellin elemente regresiv në kundërshtim me qytetrimin perëndimor. UHA-ja ka kaluar $34 trilion. Deficiti vjetor është 2 trilion. Pra Amerika është një çast përcaktues. Ndaj Trumpi fillimisht u pasi një gift, si një dhuratë edhe nga Zoti për magën, për të ndryshuar rënien e superfuqisë vetme më të suksesshme si demokraci përfaqësuese. Problemi është se ka marrë goditje nga Gjykata Supreme me tarifat, çka donin të përcaktonin politikat e tij ekonomike, dhe tashmë qeveria është e detyruar të paguajë mbrapsht kompanitë që kanë paguar tarifa. Trump thotë që ne nuk kemi sistem se si ta bëjmë. Gjykata Supreme i thotë ti vure, ti duhet të zgjidhesh. Ti u thash që shteti i Virginias ka kaluar me referendum rindarjen e distrikteve, çka i jep një fitore të sigurt demokratëve. Një gjyqtar federal e ka bllokuar për çastin këtë referendum. Në qoftë se do të kemi të njëjtën gjë në Florida, kjo balancohet. Janë vetëm 3 karrike më shumë për republikanët në Kongres, po aq edhe në Senat. Vetëm 17 karrike të Kongresit janë lojë. Në qoftë se Trump del sa më shpejt nga konflikti ku hyri i papërgatitur në Iran, republikanët mund ta mbajnë Kongresin. Në qoftë se jo, humbet Kongresin, humbet Senatin. Shqiptarët
kanë shpresat të ky vend i madh. Departamenti i Rubjes, i cili është de jure sekretar shteti, sepse de facto sekretar shteti është Witkoff, ndërsa Saxhiu, miku i Trump, do të lejonte që të mbështeteshin vendet e vogla të demokracive me prirje nga e djathta shqiptare do të vinte në pushtet. Rama nuk ka asnjë lidhje me djathtën amerikane. Rama është i korruptuar dhe amerikanët e dinë, është i kapur. E gjithë familja e tij në përgjithë. Miliona deri në qindra miliona dollar, pastrime parash deri ardhur në Manhattan. Ajo që ndodhi në Hungari mund të ngjasë në Shqipëri nëse Ben Blushi hyn loj. Braçën base. Por duhet të ketë një ndryshim të sistemit zgjedhor, uljet numrit deputetëve, lista të hapura proporcionale. Dhe një ligj funksional për partitë politike shqiptare që të mos i ngjasojnë partisë punës dikushme. Duhet Republikë e re. Duhet kushtetutë e re. Çdo gjë nga e para. Natyrisht që me mbarimin e konfliktit në Iran mund të fillojë që vëmendja. Trump ka bërë një përzgjedhje të vendeve të NATO-s që e mbështetën dhe e kundërshtuan. Do të mbështesë Gjermaninë, Poloninë dhe Rumaninë, por dhe Greqinë, të tjera do të luftojnë. Shqipëria as nuk përmendet. Bufoni i Surrelit vjen vërdall për interesat financiare të tij, duke ndier ftohtësinë maksimale nga Washingtoni. Por nuk është Washingtoni ai që të heq. Shpresa është që SPAK ta dërgoj pas prangave Kusarin, i cili në panik nga tre lindat vazhdon me monologje idioteske. Çdo ditë dalin fakte monstruoze të vjedhjes ndaj shqiptarëve. Prallat që GDP-ja nga 10 miliard ka shkuar 27 miliard nuk funksionon sepse në të gjitha vendet e BE-s por dhe në Amerikë 50% e real estate nuk llogaritet në GDP. Dhe ju kam thënë që produktiviteti ka rëndësi. Një orë punë, produktivitet shqiptar 10 euro e ka vlerë. Larg me kilometra nga Europa, nga vendet e zhvilluara, ose nga ish vendet komuniste, të marrin një shembull fantastik si Polonia, GDP-ja e tyre është $1 trilion. Sepse reforma e drejtësisë është reale, oligark nuk ka. Opozita duhet të protestojë përpara ambasadës amerikane, përpara SPAK-ut. Duhet arrestuar Rama. Rasti që futi Diefet është skandalos. Sinaloa gjithashtu. Kreu i SPAK-ut duhet përgjigjet, nuk ka ardhur për turizëm në Amerikë. Thonë se avioni nuk është nisur nga Dallas Airport, se ka pasur shumë dosje të rënda. Shqiptarët e dinë gjitha, por kur zëri vjen nga Amerika i shkund, Departamenti Amerikan i Shtetit, ambasada amerikane nuk duhet jetë në mes. Ne, shqiptarë amerikanë, kemi detyrim. Jo kam thënë disa herë, 100 shqiptarë amerikanë në New York t'i dërgojnë letër senatorit tyre ka detyrim të ngrejë, ndaç të Shtëpia e Bardhë, ndaç në Senat, ndaç të Rubio. Është forcë. Shqiptarët kanë ecur shumë në Amerikë, breziri. Janë me dhjetra, me qindra që punojnë në kompani të mëdha. Dhe ne prindrit e tyre ndihemi krenar, kur fëmijët tanë punojnë në kompani në Manhattan, firma ligjore të mëdha. Dhe kur vetë fëmijët më thonë që ka dhe shqiptar të tjerë. Dhe ai kërkon t'ja nxinte ose t'ja zbarte fytyrën Tiranës me të korruptuarin Adams. Duke quajtur diaspor, ne që jemi shqiptar, që jetojmë jashtë, maksimumi mund të na thosh mërgat. Po janë me mira shqiptar, fëmijë të suksesshëm këtu që askush nuk e afron. Niveli atyre që merret janë për vjedhje, ose jashtë realitetit, siç është rasti ministres shëndetësisë që edhe niveli Shqipës, sikur është Arbëresh e hikur për 500 vet, po të deklaratat. Si mund të thuash që në QTU
nuk mungon asnjë bar. Ku t'ja thua? Kinezëve, indianëve, vietnamezëve, ne të gjithë kemi parë. Njerëzit blejnë me lekë në dorë në farmacit për të rrugës së spitaleve. E turpshme, vjedhje skandaloze. Dhe mania për të pastruar miliardat e dollarëve me kulla pa fund, ku dikun Potamja ka dhënë një 26 vjeçare firmë ndërtimi për kull, kur ka të ardhura 600.000 lekë vetra, me këtë tallet. Lindat e kanë futur për fund. E tha dhe lideri PD-s dje, duhet arrestuar Linda e Surrelit. Dhe pa diskutim, 2 lindat e tjera. Grushti përfundimtar do të vinë nga shqiptarët. Por gjithkush që jeton kudo duhet të bëjë të njohur vjedhjet masive anti-amerikanizmin, anti-shqiptarizmin dhe njeriu që është kundër NATO-s realisht. Lidhje me Beogradin, barkas me Pjeprin, barkas me Mitsotakis dhe granatat gazlotësjellëse dhe atyre që unë i quaj heronj që thyen në frikën dhe protestojnë, janë prodhim rus. Ç'tu them më shumë. Ju falenderoj. Kudo në Shqipëri.